Në 81 vjetorin e çlirimit të kryeqytetit, Shoqata Tirana përkujtoi 39 intelektualët e vrarë më 16 nëntor 1944 nga komunistët në Vigjilje të Lirisë. Ceremonia përkujtimore u pasua nga një konferencë shkencore që mblodhi familjarë të intelektualëve të vrarë, ish të përndjekur politik të regjimit dhe studiues. Eliminimi i 39 intelektualëve, akademik, jurist, ushtarak e njerëz të fesë që u vran nga tetori në nëntor të vitit 1944 është cilësuar si ditë e terrorit komunist. Është edhe detyra jonë që këto të mos lihen arrest dhe aq më tepër brezat e ri që nuk e kanë idenë. Drejtuesit e Shoqatës Tirana theksuan se kjo datë shërben jo vetëm si kujtesë së kaluarës, por edhe si reflektim mbi vlerat e lirisë, sakrificës dhe unitetit. Tirana jonë vazhdon të jetë qendra e tolerancës. Kur familjet pasardhësit e këtyre, që shumica e tyre nga Tirana nuk kanë kërkuar hakmarrje, të cilët ne me aktivitetet e erëpashershme edhe me aktivitetin e sotëm kërkojmë që të marrin atë që i takon. Roli i Tiranës, historia e rezistencës antifashiste dhe detyrimi i kryeqytetit për të nderuar e respektuar të gjithë ata që jetuan e vdiqën për paqen dhe zhvillimin ishin në qendër të aktivitetit. I ka dërguar presidenti i Republikës